Njeriu që njeh çdo shqiptar anë mban botës kudo që jeton, që me humorit e tij të famshëm ka bërë çdo njeri të shikojë incizimet e tij për t'u disponuar. Ishte pjesë e Treshi për Sheshit. E njohim në shumë role. Këtë javë kemi menduar t'ju rikthehemi edhe një herë në një dritë tjetër. Çfarë bën ai? Si kalon kohën? A është çesharak? Humori ditëve të sodit na tregon se Vdajra dhe Goshi apo Çumili. E shohim bashkë materialin e përgatitur nga kolegja jonë. Nuk njihet ndryshe përveç se humorist. Ky është çmimi që duhet të paguaj në jetë për humorin e tij. Edhe kur është serioz, njerëzit qeshin me të. Është ka shku me të rë ka dalë ti mua pasini me të tu. Madje edhe atëherë kur është i nervozuar dhe nuk është në humor. Duhet të përgjigjesh në pyetje. Çka është një sen i vogël në formë të barkës, por me lidhsa? Skeqet e para në estradë fillojnë në vitin 1973 për të popularizuar në mesin e viteve 80 me Çumilin e paharrueshëm. Po njëma ato edhe lidhen edhe shkijen. Po çka? Po atë vit 1973, i ndalë skenë, po atë vit e ku marrë një mirënjohje në aksionin Beograd Bar, një buka për e podje, ku të bëhë humor me një shok i ndjeri i Seneshani ka vdek. Kemi pas dialog, i të një skeq, edhe ku marrë vend në parë në aty, ku bëhë humor sërbisht, se ata s'kanë kuptu shqip. O shko një privilegje madhe, u konë një çmim i mirënjohje për mu, më thënë një shtymi, që ajo konë shtymi që më ka dhonë për mnet që unë për vykna, unë për kokna, për dikna unë me bëhë humor, unë për mëta me shtymi e kesh, kur i shtim një nacionalitet tjetër serb me shtymi e kesh. U konë t'i shka madhe për mua, dhe ato sinjali në korë më. Emisioni prive. Se Vdajra dhe Goshi, njeriu që 37 vjeç që gjendet në skenë dhe ka krijuar Gipën, Sylen, Zojen Zyba, Dadën Puc e shumë të tjerë. Çdo personazh i tij dallon bindshëm nga njëri tjetri. Emisioni prive. Me lujtë humor, kur ki tekstin e mirë, edhe ki regjisorin e mirë, çdo kush mund me lujtë. Veç mirë për kushtu pak. Po të në është diçka tjetër kjo transformimi i në role tjera, është kjo dhunti e Zotit, që në ka dhuru Zoti, edhe une me punë jem kalit, me punë të madhe jem kalit, se sikur mos ta kisha ushtrukit profesion, nështë ta s'kisha mujtë dhe qesh shumë personazhe me lujtë. Mos harkat, rase, mos harkat! Nuk pijëcot, qashtu e ke pijë dhe atë në qajtore, qojnë hërkat se kur të dha 700.000. Në vitet e 80-ta solli skeqin Treshi për Sheshi bashkë me të edhe Leci me Cimën, që të tre bënë revolucion në humorin shqiptar. Në vitin 85 më njoftu me Lecin edhe me Cimën. Më kanë pëlqyer ata më shumë, Leci më ka pëlqyer shumë. Ka pas do skeqin në Qeshëngjesh. Mustafa Lili ka qenë redaktor, është njeri që na ka bashkuar neve. Unë e këmë thonë mi marrë dhe rasim thashin, se pa ta najtë më rasimin, edhe këmë pakzu në me emnin Cim, se rasim ka pas, adi, bom, shkurt, rasim, Cim, Çumili, Leci, Cima. I këmë pas dy matorat fort, unë i treti, tre matorat fort, mi konë si Aeroplan Jumbo Jet, janë artistat shkëqyshëm, kanë lytë mirë, shumë mu, kur isha ata të lytë, unë flutërojsha, brilejsha. Kemi pas një shoshni shumë fort, përshëndes dytë, kur në bashku tret, kemi bërë revolucion. Ka pas humor. Kujtimet të gjithve na emocionojnë e na kthejnë mrapa, e sidomos kur kujtojnë njerëzit e zemrës. Okej, a do t'ish bashkuar pra? Dikur vitin e ri e festonin me videogasetat e tyre. Tani edhe Çumili ka kuptuar që tregu i sodëm nuk është si më parë.
Po të regohet që tash e këmë kry dy programe viti 3, është vërtet që s'është qaj rulli madh se është ra tregi, ra krejt, kur s'ka treg, ka falc, ka s'mundesh me ekzistu, s'mundesh me pagu as aktorë, kështu që bjen, natyrisht që bjen, që s'ka ura. Kur takohesh me të dhe ai ja fillon 2-3 shakat e para. Ty të duket se është duke aktruar dhe të shkon mendja ta pyesësh se cili qen ka ky personazh i ri krijuar prej tij. Mirë po, i tillë është ai, humorist i lindur që pa të lashe mund të krijojë personazhe, secili më qesharak se tjetri. Ndërsa sa i përket humorit të sotëm, Qumili i pëlqen edhe serialet vendore. Stupsat janë të mirë, shumë tret, janë shumë të mirë, punojnë mirë, edhe janë të mirë. Së di tjetër, humorist, kështu, që lunë humor. Po, janë të familjes moderne, i këmë pësel shumë, kafenesion, janë të shkëqishëm. është një gjenerat shumë e mirë, janë aktorë shumë fort. Ka pas dhe për para aktorë fort, po ta shenë ma spikatër, ma. Filloi i ri me humor, po ashtu i ri edhe u martua. Ai me ne i kujtoi vitet e rinis, dashurinë dhe krijimin e familjes. Kaloj diçka tjetër, atë kujtohet kur je martu. Atë kujtohet ty. Po që së më kujtohet. Vitin 1979 më martu. Më konë 21 vjeqarë, me grunë teme dhe janën. Në më thonë, na kemi shku 5 vjetë, ma herët, ata jemi martu një pjekë njërë. S'kemi bashkëjetu, po kemi kalu, 3 vjetë kemi kalu, 2 vjetë të feju, kemi qenë, jemi feju, e 7 mënor që jemi martu, dhe më thonë, të ndarë të më tërë më shumë, alajo me ta. Atërë, në që të dhe që në kalet Dafina, një i parë. Atërë në 82 në kalet Zana, një qike një vajzë. Ata që sa e ki, kësha një qike një vajzë. Ata tash me djale. Ata u le yllka. Ata u bonë 2 qika një vajzë. Edhe që nga ka sa thmi ki, kësha 2 qika një vajzë, mirë i paske. Apa të i dhe djale s'kom djale, apa djale vajzë, ta Ata në 87-ën, u kale dhe vita shpisë. Dini, shkollimi, djallë, ka thonë djallë, që ti da djallë, kur? Tha porës, thash më se më rajë një orë, se më su të shika. Po, djallë. Kështu ndan nga Sevdaira Dogoshi, hareshëm seriozisht dhe shumë miqësisht. Privet!